përshëndes të gjithëve miq të dashur, mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur para ekranit Ora News. Ndodhem tek këndi i kuzhinës së bashku me shef Titin, ku për ditën e sotme kam kuptuar deri tani se do të ëmbëlsohemi, do të kemi ëmbëlsira. Mirëmëngjes, mirë se të gjej. Është një recetë që është shumë e dashur për shqiptarët, recetë tradicionale. Që është? Tëlluma. Oh, sa mirë. Atëherë, unë pa humbur kohë, unë do kaloj këtu të bëj përzierjen e ujit vajt, jap një val, por dua të them që është shumë e rëndësishme, unë kam bërë gati sherbetin. Sherbeti për tëlluman duhet bërë një natë përpara, që të ftohet plotësisht avash. Nëse kjo procedurë më njanohet apo nuk vlerësohet, atëherë edhe rezultati i tëllumave nuk do të jetë ai i pritur. Do të vlej për të dëshiruar. Unë mendoj se është mënyra perfekte për të bërë shërbetin. Atëherë, 1 kilogram sheqer në 600 ml ujë dhe 2 riska limon për të ruajtur shërbetin mos kristalizohet. Pra, limoni e ruan aciditetin që ka limoni, e ruan shërbetin që mos të bëhet në formë kristalesh. Okej, qartë. Ta mbulojmë përsëri. Atëherë është e ftohtë, është bërë dje mazide. Kemi bërë 1/3 e punës këtu. Sot neve do bëjmë vetëm prendin e brumit dhe skuqen në tenxhere. Atëherë unë po kaloj dhe do të kërkoj një nga një ingredientët që më duan për të... Me çfarë zjarri do të na duhet punojmë? Zjarr mesatar. Fillimisht më duhet vaj dhe ujë. Këtu kemi vaj vegetal. Vaj vegetal. Dhe ujë nuk kemi shumë, sa kemi parapërsisht? Është 400 ml ujë. Shumë mirë, ndërsa kemi filluar nga puna, përcjellim falënderimet tona për Ecomarket dhe kompaninë Avex, që janë gjithashtu bashkëpunëtorët tanë shumë të rëndësishëm. Për te punës që shef Titi bën, po? Sheqeri, është një luk sheqer pluhur. Sheqer, një luk gjelle, dhe një luk çaj krip. Më duhet ajo luka që të përzi pak ujë me vaj. Kemi nisur me një kombinim të thjeshtë, kemi pak ujë, pak vaj, kemi sheqer dhe krip. Jemi vetëm duke i trazuar ato, jemi në një nxehtësi mesatare dhe pas pak do të vazhdojmë në përgatitjen e brumit për tullumbat. Do hedhim mielin, por unë do kaloj në tavolinë. Dhe vezët do hidhen mbasi masat me ftorë. Sa po të filloj vala, unë do të heq. Ka filluar të vloj masa. Ndoshta do duhet ta lëm të ftohet siç that pak më parë. Do kaloj në tavolinë. Në tavolinë? Okej. Okej. Kam filluar të vloj, kështu që do ta heq. Më duhet rafë e vezë, filloj me mielin avash. Pra me një përzierje graduale, ne jemi tani duke shtuar tek masa e lëmshme përgatitur pak më parë, të gjithë mielin, por duke trazuar njëkohësisht që mos të krijohen tokëta të vegjël. Këtë mas, mu duhet të kaloj ena prej qelqi dhe procedura e ftohjes do jetë më e shpejtë. Do presim edhe pak sa të ftohet. Ne ndihmojmë me përzierje që brumi të ftohet më shpejt.
Më parë thamë se do të presim për të mos e kaluar direkt bezët, pasi nëse do të kalonin në brumin që është i nxehtë ende, ato ndoshta do të priteshin, presim sa të ftohet. Përafërsisht për sa kemi përgatitur brumin? Rreth 40 tullumba dalim me këtë 40 tullumba me kaq sasi. Unë po me hapur Rudina që të ftohet sa më shpejt. E të hapjes, edhe brumi rrifet më mirë. Në orën 8:30 çdo ditë në ekranin e Ora News ne takojmë për të përcjellë për amisat, për të gjithë teleshikuesit e recetës tuaj, një recetë që mund ta merrni si sugjerim për ta shtuar në menun e përditshme. Dhe shoh se sot do të kemi një ëmbëlsirë që shpesh preferojmë me blend, por pse kur mund ta përgatisim në shtëpi dhe shohim se është e lehtë. Në fakt nuk duhen gjëra të jashtëzakonshme që nuk mund dëgjojmë në tregun shqiptar apo në supermarketet tona, por gjithashtu dhe pak punë dhe kohë duhet për këtë recetë. Okej, më duhet që të ftohet plotësisht Rudina. Kemë pritur derisa është ftohur, besoj se është tamam për të bashtuar. Është ftohur Rudina. Do t'i shtojmë një nga një. Mund të ndihmosh ti Rudin? Ty është në i vezë. Patjetër. Duan një nga një. Na nevojitën vetëm 4 kokra vezë për këtë recetë. Kemi realizuar masën e brumit për pothuajse 40 tullumba, të cilat janë mjaftueshëm për të krijuar idenë se si ato mund të gatuhen dhe të përgatiten në kushtet e shtëpisë. Gjithashtu kemi thënë në fillim që e kemi përgatitur sherbetin një ditë më parë që ai të qëndrojë ashtu siç duhet për të mos dëmtuar cilësinë e tullumbave në fund. Okej. Vazhdojmë të shtojmë një nga një. Po. Duke sigur masa që është krijuar tani është homogjene, ti e ke ndihmuar duke përzierë atë lehtësisht me duar, në këtë mënyrë ajo nuk shkëputet, no? Inkorporuar edhe veza me brumin. Unë do hedh dhe brumin në këtë pajisjen që unë do përdor për të bërë tullumat. Një pajisje që do të japi edhe formën. Rreth 7-8 cm. Okej. Shumë mirë. Kjo është forma fillestare e tullumbave, kur ato janë ende të paskuqura. Kemi përgatitur masën e brumit e pas sa kohë na mori dhe sa kujdes në përzierjen e tij, ndërsa tani jemi duke i hedhur në tenxhere plot me vaj të nxehtë. E kemi hedhur më parë vajin, e kemi lënë të nxehtë mirë, ndërsa tani jemi kurioz të shohim formën finale. Okej, mjafton me kaq Rudina, më ndihmon pak me. Dua që tullumat të marrin një ngjyrë gold. Me lehtë nga shmendoja, patëm fatin e mirë që ato po marrin formën e dur. Formën e kanë perfekte, afrojnë që kë... Hedhim direkt të sherbet. S'dua që t'i lë shumë I kaloj pak sherbet sipër. Po. Kjo është ngjyra që më e mira që do të ishte këtu. Ngjyra florint. Po. Në këtë ngjyrën gold, që tregon se tullumbat janë në fazën e tyre të përfundimit, përveç pjesës që duhet të ftohen. To, ftohen bashkë me sherbetin. Siç tham, për të kujtuar ambisat është mirë që të shtojmë 2 feta limon, sepse ato arrin ta mbajnë të zbutur sheqerin dhe nuk e lënë atë të kristalizohet duke krijuar kokriza të vogla. Okej. Ka mjaftuar për të hedhur sherbetin edhe mbi tullumba. Ne pak të lutem. Po, do të vazhdojmë të bëjmë të Vazhdojmë, tjerë. bëjmë edhe masën tjetër. Okej. Që nga mbetur. Ndërkohë që ti po merresh me atë pjesë aty, duke i përgatitur e duke i kaluar në tenxhere me vaj,
Ndërkohë i kam mbuluar me sherbet sa kam mundur të gjitha tullumbat që ne kemi skuqur në fazën e parë të punës. Një pajisje shumë e thjeshtë. Dhe shumë ndihmuese në fakt për të bërë forma jo vetëm për këtë lloj ëmbëlsire, por edhe mund të ndryshosh sipas shefit. Nëse ndëgjon një zhurmë, është nga e nxehta në ftohtë, është pjesa që është dhe sekreti i të llumit. Tani ndjeva dhe një aromë tepër më të fortë, sepse vaji është nxehur më shumë, kurse tullumbat kanë përfunduar fazën e tyre të skuqjes. Tani të zhytur në sherbet, ato duhet të lihen për një kohë parafërsisht deri në momentin që shërben. Sa është mirë që t'i lëm shëftite? S'kemi vend? Nuk kemi më vend, ndoshta edhe pra Edhe për këtë kemi, më kam fikur sobën. E do bëjmë provën Rudina. Okej, Rudina, shumë e kujdesshme, i ke marrë masat 100%. Atëre, do heq një pjesë të tullumave për të bërë testimin. Ëmbëlsirat për gjithë ata që nuk i rezistojnë dop, duhet i rezistoni për të qenë të kujdesshëm edhe në kaloriqëm. Okej, Rudina, tulluma në kushe shtëpie. Dhe bëni vetë diferencën nëse ka ndonjë nga ato që ju i bleni. Mund ta provosh, Rudina? Po. Të zhytura në sherbet. Duken me një shije fantastike, por le ta provojmë. Shija mbasi të bërë provën. Me notën 10 e vlerësoj unë. Janë të shkëlqyera mi të dashur, asnjë diferencë nga ato që mund të keni blerë të gatshme. Vërtet shumë të shijshme. Edhe janë të ngrohtë tash. Tash është momenti perfekt për të konsumuar 3 jo 2. Okej. Asnjë, 3. Në rregull. Shijoni pas drekës tuaj. Mirupafshim.